Shqiptarët nga të gjithë trevat festojnë sot 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, një ndër momentet më të shënuara të historisë së kombit. Qytetet kryesore janë zgjuar me atmosferë festive, ndërsa në Vlorë, në qytetin e simbolit të këtij akti, aktivitetet kanë marrë një karakter të veçantë ceremonial. Pikërisht aty, me 28 nëntor 1912, në drejtimin e Ismail Qemalit u ngrit flamuri Kuqezi dhe u shpall mëmbëvetësia e Shqipërisë, duke vulosur shkoputjen nga perandoria osmane. Kujtesa historike rikthehet tek mbledhja e Kuventit të Vlorës, ku 83 delegat nga të gjithë trevat shqiptare përfaqësuan aspiratat e popullit për shtet të lirë e sovran. Prej tyre, 40 firmosën aktin e pavarësisë, ndërsa asambleja ngriti qeverinë e parë shqiptare me Ismail Qemalin si kryeministër dhe drejtues të shtetit të ri. Ceremonia zyrtare e ngritjes së flamurit, homazhet për anvarrit e Ismail Qemalit, paradat ceremoniale, ekspozita dhe aktivitete artistike kulturore e kanë kthyer sot Vlorën në qendrën e festës kombëtare. Edhe Tirana, kryeqyteti modern i Shqipërisë, është përfshirë në një program të gjerë aktivitetesh, duke nisur me ceremoninë e nderimit të flamurit. Me një urim të shkurtër por simbolik, Kryeministri Edi Rama ka përcjell mesazhin e tij për qytetarët, duke shoqëruar me një imazh të flamurit kombëtar si sheh respekti për këtë ditë. Shqiptarët në vende diaspor e festojnë 29 nëntorin si datën që përfaqëson unitetin, sakrificën dhe aspiratat shekullore për liri. 113 vite më vonë, pavarësia mbetet një pikë reference për historinë e shtetit shqiptar dhe për vizionin e një të ardhmeje europiane, të ndërtuar mbi themelet e vendosura në atë ditë historike të vitit 1912.